Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 ka ulur si pari këtë të premte, me etapën e 5 dhe të fundit, por për qytetarët e Vlorës, ky aktivitet sportiv është shoqëruar me 3 ditë kaos në trafik, bllokime të gjata rrugore dhe pakënaqësi të shumta. Në vend që të sillte atmosferë festive dhe promovim të qytetit turistik, organizimi është perceptuar nga shumë qytetarë si një problematike e cila paralizoi qarkullimin në kulmin e lëvizjeve sezonale. Etapa përmbyllëse nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier, ndërsa për zhvillimin e saj u bllokua një pjesë e konsiderueshme e akseve kryesore të qytetit. Për 3 ditë me radhë, segmentet e rëndësishme të rrugëve kanë qenë të mbyllura ose me qarkullim të kufizuar, duke krijuar vështirësi të mëdha për drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët. Ndër akset më problematike rezultuan zona e Skelës, Lungomarja, Transballkanika, rruga Lumit të Vlorës si dhe aksi drejt Himarës. Një pjesë e bulevardit Vlorë-Skel qëndroi bllokuar për disa ditë, duke rënduar ndjeshëm trafikun urban dhe duke krijuar rreth të gjata automjetesh. Situata u bë edhe më vështirë për shkak të shtimit të lëvizjeve turistike dhe fluksit automjeteve që tashmë karakterizon qytetin në prag të sezonit veror. Qytetarët shprehën iritim dhe lodhje nga pritjet e gjata dhe mungesa informacioni të qartë për bllokimet apo alternativat e lëvizjes. Shumë prej tyre u detyruan të qëndronin për orë të tëra në trafik. Problemi nuk lidhej me vetë zhvillimin e një aktiviteti sportiv ndërkombëtar, por me mënyrën e organizimit dhe menaxhimit të tij në qytet. Qytetarët kërkojnë që aktivitetet të tilla të koordinohen më mirë me institucionet dhe policinë rrugore, në mënyrë që të shmanget paralizimi i jetës normale të qytetit. Kritika pati edhe për mënyrën se si u promovua eventi. Aktiviteti nuk arriti të krijonte atmosferën e një gare të madhe sportive. Pamjet nga zona ku u zhvillua ceremonia apo kalimi i ciklistëve treguan mungesë të pranisë së publikut, ndërsa në disa momente sheshet dukeshin pothuajse bosh. Organizimi nga Federata Shqiptare e Ciklizmit ishte e dështuar, jo vetëm që në Vlorë u bllokuan akset dhe u krijua kaos, por edhe aktiviteti njohu vetëm sheshin bosh dhe ku nuk ishte as qytetar të pranishëm. Askush nuk mori vesh se çfarë aktiviteti u realizua në Vlorë, sikundër ndiqni nga pamjet sheshi bosh. Më shumë gjullurdi dhe tmerr në trafik, sesa një aktivitet dinjitoz. Edhe pse turi ciklistik i Shqipërisë konsiderohet një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive në vend dhe synon promovimin e turizmit dhe sportit, këtë vit në Vlorë organizimi duket se ka lënë pas më shumë polemika sesa entuziazëm. Mbetet për tu parë nëse institucionet organizatore dhe Federata Shqiptare e Ciklizmit do të reflektojnë mbi problematikat e evidentuara për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në aktivitetet e ardhshme.